tashmë, te kjo çështje unë shoh një intimidim të gazetarëve që kanë frikë të përmendin se cili është ai politikani i cili dyshohet që ka përdorur 2 zyrtarë të cilët janë në masën e arrestit në burg për të hakeruar sistemin, cilët janë materialet që janë vjedhur ndaj kujt biznesmene. Jo, unë nuk i kam. Po juve vetë thatë, Klodi, që ju kam dyshime, nuk kam prova, po kem prova. Ju i keni të dhënat, dhe s'pak merë gazetarët, 3 gazetarët dhe i thot i ske për të tjerë. Sa materiale e ti more të spakut kanë dalë pyete se kjo historia sa materiale të spakut, doli dosja e kolegut ton Artan Hoxha, materialet që janë të dyshushme, e shpallën pajtor pa i gjykuar, dhe spaku nuk bëri asnjë gjë, nuk ishte problem për sekretin e timor për spaku, se kjo çështja këtu ku implikohet spaku, ose është ndonjë emër që intereson spakut, që mos të publikohet, atëherë, jo se preket sekreti e timor, jo, nuk ka monopolin e të vërtetë të spaku, jo, më vjen shumë keq. Jo, unë po mbaj qëndrim, jo me juve, Klodi. Ajo të mbash qëndrim. Atëherë, ajo çfarë thash unë dhe mos e keq cito dhe më dëgjoj sërish dhe dëgjoj e mirë është, unë kam dyshime, thash nisur nga fakti që 2 personat janë të emëruar nga një politikan i lartë i Partisë Socialiste. Kam dyshime që ai ka qenë interesuar në mënyrë të drejtë për drejtë, por nuk kam provë për ta implikuar direkt. Dyshimet tona vin zero dhe nuk kemi sa i përket materialeve. Unë personalisht nuk jam futur në grupin e gazetarëve që i kam disponuar. Pra nuk kanë ardhur në celularin tim. Dhe nuk e di për mbajtjen e atyre materialeve. A janë thirrur gazetarë dhe i është kërkuar të mos publikojnë materiale? Po se cili gazetar të mbaj qëndrimin e vet. Zoti Fundo ka dalë dhe ka thënë më kanë ardhur të mbaj qëndrimin e vet. Unë nuk i disponoj ato materiale dhe nuk mund të flas për një material që nuk e disponoj. Ka që thjesht është. Nuk po flas fare për Zotin Fundo, po flas për ata që e kanë aksesuar materialin. Po flas se ka marrë asuna Gjahiri asju. Institucionin e prokurorisë së posaçme në këtë rast. Përse duhet të thras gazetarët dhe t'i kërkojnë mos publikojnë materiale? Kush është spaku që vendos se çfarë duhet të shkruajë gazetari apo jo? Ku ndryshon spaku këtu nga Edi Rama që merr mediat në telefon, apo Erion Veliaj apo të tjerët që ne i akuzojmë gjithë ditën që këtë bëj edhe këtë mos ta bëj? Kush është spaku? Këtë çështje jam duke shtruar. Jo, nuk po t'akuzoj ty, unë po merrem me spakun. Ne po diskutojmë për të mirë të opinionit publik. Pra edhe kjo është ndërhyrje në punën e lirisë editoriale të mediave. Pit mbarojmë historia. Nëse kam fakte dhe prova. Spaku mbrojt, kush për të mbrojtur? Kur e kanë intimiduar mediat spakun e kemi mbrojtur? Po në këtë rast jo. Në këtë rast ka lidhje fare me spakun. Në këtë rast është një lloj diktature e një institucioni represiv mbi media. Kështu e shoh. Duhet kesh prova. Unë nisur nga të dhëna që disponoj deri më tani, arri në konkluzionin që Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj nuk janë krerët e kësaj historie. Këtë po them. Materiale që kanë dalë në publik. Si vazhdojnë në Shqipëri romanet e verdhët, romanet e verdhët, nuk kanë spaku se kanë parë në disa çështje. Kanë zgjedhur të mos flasë. Si vazhdojnë Ola romanet e verdhët, pastaj nëse mua do të kisha ato materiale, ndoshta do të kisha mbajtur një qëndrim të ndryshëm, por unë nuk i disponoj materialet. Të nxirren materiale që ti nxjerr jeta dikujt. Po fal moj zonjë, unë po të them që nuk ka problem sekreti e timor kur i intereson spakut. Kur del spaku keq ka problem sekreti e timor. Po të them, unë nuk jam personi, pra as ju besoj. Pra po flasim, jo, po e sqaroj për opinionin publik. Nëse mua do më kishin ardhur në celularin tim, ose teles mund të kishin ardhur. Jo, nëse ti vjen në dorë një dosje autentike e spakut, ti çfarë bën? Do bëj gjitha verifikime dhe nëse më rezulton e vërtet dosje autentike se absolutisht do ta publikoja. Absolutisht që po. Do thrasi spaku do thotë të lutem mos e publiko. Në mënyrë kategorike, ju e dini që unë se kam pyetur as spakun as kërkën. Atëherë po çfarë do të diskutojmë? Por po them gjë tjetër. Po them që në rastin konkret, unë personalisht nuk i kam disponuar ato materiale që çfarë përmbajtje kanë. Që unë s'mund të flas për një material që nuk e kam poseduar. Por ama, ju e dini shumë mirë, kemi punuar vite me radhë. Dhe ka pas shpesh institucione që kanë insistuar me çdo kusht mos publikohen. Ne kemi publikuar kur kemi arritur në konkluzion. Materiali vërtet dhe është material që ka interes publik. Kur ke rënë ndjenit këtij lajmi ti? Unë? Po. Kam rënë të paktën prej 3 javësh. Po s'e ke publikuar? Po kush ta tha që nuk e kam publikuar? Kur jam bindur e kam publikuar.
Po pra, në momentin që jam bindur, e kam publikuar, në momentin që kam siguruar materiale të cilat kanë provuar që është një lajm i vërtet, po jo për mua, më jo, po flas për gazetarët. Tela po thot një gjë tjetër. Po përpiqet të thotë që kjo ka 3 javë që ka ndodhur dhe pas 3 javësh është vendosur të publikohet dhe diçka ka dhe në këtë histori. Që vendos të publikohet pas 3 javësh. Dikujt i duhet. Unë kam raportuar në mënyrë të pavarur. Te mesazhet e mia vinë deri tani 3 herë Damian Gjiknuri, 3 herë Fatmir Xhafaj, vinë emrat e tyre. Politikani ky, politikani ky. Vetë pastaj bëhet prallë me mbret. Romani Verdh. Këto emra kanë qarkulluar këto 3 javë. Këto janë pastaj, kupton, ne. Domethënë ky lajm ka qarkulluar për 3 javësh, u bë publik dje dhe reagoi Spaku sot, por si histori ka 3 javë që qarkullon. Dakor? Bashkë me kreun e Kupolës, si vjen dhe emri kreut Kupolës. Dakor? Po prap ne këtu pastaj lamin nga thashë Themnaja. Ne duhet të kuptojmë këtë. Se ka patur interes tani. Një jetë që mund të kemi mbajtur dhe 6 muaj një lajm derisa e kemi konfirmuar. Të lutem. Konfirmimi i lajmit është tjetër gjë se si histori. Se ka patur interes, është pyetja, është vështirë, mund mos ketë përgjigje fare, kupton. Që një pjesë e informacioneve të rrjedhin në media, ka patur interes kjo. Pse mendoni që kanë dashur publikimin e këtyre informacione? Një arsye madhore duhet të ketë sepse dihet që dërgimi i materialeve te gazetarët mund të ekspozoj. Nëse ti i dërgon te 2 gazetarë, ka patur interes që këto materiale të publikohen. Pra këta persona e kanë marrë përsipër rrezikun për një arsye të rëndësishme. Po ndaj po them që është skem mafioze dhe po them që ka interesa të njerëzve shumë të rëndësishëm. Se nuk merret njëri me njerëz pa rëndësishëm. Dhe normalisht ka pasur interes që... Pra ka interes për njerëz të rëndësishëm. Absolutisht ka interes për njerëz të rëndësishëm. Unë nuk mendoj që dikush do shkonte të synonte të hakeronte Spakun për të goditur rojën e derës atje matan. Po sigurisht për të goditur interesa shumë madhore. Që mund t'jetë që nga reputacioni Spakut, mund t'jetë që nga eksponent caktuar të politikës. Pa tjetër që lidhet me reputacionin e Spakut, përsa ka që Spaku është investuar ka shumë. Ka të bëj me një çështje që është shumë e rëndësishme, ndaj po them. Se përjedhje informacioni dosjesh, ka shikush, ka që mbaroj. Të gjithë e dim që gjysma e politikanëve shqiptar kanë akses në Spak. E shikon një mënyrë caktuar, sepse ne mund ta serviren për ditë lajme, prandaj gazetari është për ta filtruar lajmin, për ta parë është i vërtet, sa qëndron, sa nuk qëndron. Sigurisht që unë kam shumë dyshime për shumë aspekte të kësaj historie dhe që prandaj arrin konkluzionin që është shumë mafioze. Ka që thjesht është. Pastaj, a kam dëgjuar, unë thashe Themnaj, sa të duash është ky kreu, është ai kreu. Kam dëgjuar, kur të kem prova për X-in apo Y-in, do t'i bëj publike. Kur unë them që Dritan Palnika ka marrë këto materiale, e them sepse kam garanci që është pyetur për këtë çështje dhe është qyrur telefoni, cili është roli i tij, ma sqaroj Spaku. Por ama e kam filmuar kur ai ka hyrë në prokurori. Dhe këtë mbaj përgjegjësi ligjore kur i artikuloj. Pyetja më e thjeshtë është çfarë ka bërë Spak për të adresuar këtë problem. E kupton se ky është thelbi i problemit. Asgjë. Asgjë. Asgjë, në kuptimin e thashë edhe në fillim. Spaku, domethënë, duhet konsiderohet si institucioni më i sigurt, sepse përveç se ka mundësitë e tij për t'i ruajtur, ka investuar për të ruajtur të dhënat e tij, ka investim edhe nga institucionet huaja.